إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله عز وجل أتي لفدرويم أتي من njohës, ati kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, vetëm tek ai kërkojmë strehim dhe mbrojtje, të na ruaj nga çdo e keqe. Atij kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë, sepse jemi të bindur që atë që Allahu subhanahu wa taala e udhëzon, ai është në udhë të drejtë dhe askush nuk mund ta devijojë, nuk mund ta largojë. Me çfarë do mënyre dhe rrugët përpiqet. Ndërsa atë që Allahu subhanahu wa taala nuk e ndihmon dhe nuk e ka hapur zemër dhe syt, ai është i humburi. Dhe ai mirë duhet kërkoj dhe të lutet shumë që Allah subhanahu wa taala ta udhëzoj. Por udhëzimi është i lidhur ngushtë me dorëzimin. Udhëzimi është i lidhur ngushtë me përkushtimin. Dorëzimin ndaj Allahut xhalesha. Nëse ti nuk e kërkon udhëzimin, madje edhe nëse Allah subhanahu wa taala ta ofron, atëherë si ta gjesh dritën dhe rrugën, elusë Allah subhanahu wa taala të na udhëzoj dhe të na forcojë në këtë besim. Folëm herë në fundit të vëllezërit e mi se na ka vendosur Zoti xhaleshanu në këtë mejdan, në këtë jetën e kësaj dynjaje. Dhe padyshim që udhëtimi drejt Allahut xhaleshanu nuk është një udhëtim i lehtë, është i mbushur me rreziqe. Dhe përmendëm diçka herën e shkuar rreth armiqve të njeriut. Dhe thamë se sa rëndësishme është njeriu ta njohë armikun e tij. Nëse nuk e njeh rrezikun që të kanoset, atëherë nuk do të kesh kujdes, nuk do përkushtohesh të ruhesh. Edhe sot do të vazhdojmë inshallah rreth kësaj teme, dhe këto do të jenë pjesë e hutbeve në vazhdim inshallah, derisa ta mbarojmë si temë. Sot do të flasim rreth xhihadit me vetveten o vëllezërit e mi. Dhe xhihadi ndaj vetvetes është parësor kundrejt çdo përpjekje dhe lufte të jashtme. Nëse nuk del fitimtar me veten tënde, atëherë, dhe kjo është sprova më e madhe, atëherë si do të vazhdosh rrugën drejt Allahut xhaleshanu. Pra jemi ngarkuar o vëllezërit e mi që të luftojmë me veten tonë. Nuk ja dalim nëse nuk e marrim në sy këtë lloj përpjekje. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duke na treguar se xhihadi vërtet fillon me vetveten, thot xhihad është ai që robi zhvillon në vetvete për t'u bindur Allahut azza wa jall. Dhe muhaxhir është ai që emigron për hir të Zotit, që le kufrin, gjunafet, distancohet prej tyre. Muhaxhiri vërtet cili është, thot profeti sallallahu alaihi wasallam? Ai që braktis apo largohet nga harami që Zoti e ka caktuar. Gjithashtu, në një hadith tjetër, që e sjell Fadale ibn Ubaid, rrëfen dhe thot ai, në haxhin e lamtumirës, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, aty tregoi se kush quhet mu'min, besimtar. Mu'min është ai tek i cili njerëzit kanë besim dhe ja besojnë atij pasurinë dhe jetën e tyre. Ky është besimtari. Pra mu'min, grad e lartë. Ai që njerëzit ja besojnë jetën dhe pasurinë e tyre, e kanë të sigurt në dorën e tij. Ky është mu'min. Ndërsa muslim, ai është ai person prej dorës dhe gjuhës së cilit janë rahat muslimanët, pra nuk ndodhe keqja muslimanëve nga gjuha dhe dora e tij. Gjuha dhe dora e tij përdoren vetëse me drejtësi. Me drejtësi dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala, me udhëzimet e Zotit xhaleshanu dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk marrin guximin që të flasin ose të veprojnë vetëse aty ku Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra njerëzit janë të sigurt nga gjuha dhe dora e tij. Kur nuk mund ta kaloj kufirin. Ky është muslimani, është porosia e profetit sallallahu alaihi wasallam, e theksoi haxhin e lavdëmirës. Haxhin që profeti pas atij nuk do të ishte më. U dha këto rregullat përgjithshme. Ky është muslim. Ndërsa mujahid
Është ai që lufton me veten e tij për t'u bindur Allahut Azza wa Jall. Ndërsa muhaxhir është ai që largohet nga gjunafet dhe poshtërsitë. Ky është muhaxhiri. Se normalisht pas çlirimit të Mekës, si tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka më hijra ba'da al-fath. Pas çlirimit të Mekës nuk ka më hijret në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Se në atë kohë ishte tashmë u bë shteti i muslimanëve dhe aty ishin. Pavarësisht se në kohë të ndryshme përsëritet të ekzistojë hijreti me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Deri në ditën e gjykimit. Njerëzit do të largohen nga zullumi dhe nga e keqja, do kërkojnë aty ku jetohet me islam. Dhe njerëzit sprovohen dhe kështu do të jetë gjithmonë. Por thelbi i asaj që tha profeti sallallahu alaihi wasallam, që mujahid, kush është mujahid? Ai që lufton me efshin dhe me veten e tij, për ta nënshtruar të bindet Allahut subhanahu wa taala. Dhe në fakt, edhe xhihadi i jashtëm është bindje ndaj Allahut xhaleshanu. Nëse nuk e nënshtron veten të bindesh ndaj Allahut subhanahu wa taala, si mund ta nënshtrosh veten të luftosh armikun, i cili lufton fen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe muhaxhiri, pra ai që bën hijret për hir të Allahut, pse bën hijret? Edhe ai që largohet nga vendi i tij, e lë gjithë pasurinë e tij, siç bën sahabët, për të shkuar tek profeti sallallahu alaihi wasallam, për t'u bashkuar dhe ndihmuar fen e Allahut. Pse e bën këtë? E bën sepse ata e kishin poshtur veten tashmë. Nuk kish më diskutim në bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Kishin dalë fitimtarët e burra në lidhje me luftën me veten e tyre. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha helbin, që mujahid është ai që yujahid nafsuhu, që lufton me veten e tij në bindje ndaj Allahut. Dhe muhaxhir është ai që domethënë bën hijret nga gjunafet, nga ato harame dhe shkelja e kufive të Allahut subhanahu wa taala. Ky është muhaxhiri i vërtet. Për këtë arsye vëllezërit e mi, xhihadi me vetveten është parësor nga xhihadi i jashtëm. Madje është zanafilla dhe themeli i këtij fundit. Ai që nuk lufton me vetveten për ta nënshtruar ndaj urdhëresave të Allahut subhanahu wa taala, edhe në lidhje me ndalesat e Zotit xhaleshanu, nuk ka mundësi të zhvillojë xhihadin kundër armikut të jashtëm. Si mund përfitohet që dikush ta mposhtë dhe të fitojë kundër atij që është jashtë, ndërkohë që akoma s'ka mpushtur veten e vet për gjërat edhe më të vogla, të cilat janë thjesht bindje ndaj Allahut, të shpesh dashurinë Zotit tënd subhanahu wa taala, përmes zbatimit të urdhëresave, lënies së ndalesave. Përveç kësaj vëllezërit e mi është xhihadi kundër shejtanit, pa i marrim pikë për pikë nga pak për të vazhduar në hutbet e tjera ndoshta edhe më hollësisht. Xhihadi njeriu është sprovuar vëllezërit e mi në këtë jetë për të luftuar kundër këtyre armiqve që tham, pra edhe armikut të jashtëm, edhe armikut të brendshëm. Pra edhe me veten e tij do lufton njeriu, edhe me ata që e rrethojnë. Në kjo sprove dynjas, ne jemi në jetë sprove dhe jemi në luftë. Këtë duhet ja kujtojmë vetes gjithmonë. Mes tyre dy armiqve ndodhet një i tretë, i cili merr pjesë të dyja palët. Ai është shejtani i mallkuar. Mes tyre pra qëndron një armik i tretë dhe njeriu nuk mund të luftojë dy të parët pa luftuar këtë të tretin, pra që është shejtani i mallkuar. Ky është shejtani që e rëndon dhe dembelos njeriu gjatë xhihadit kundër dy të tjerëve, pra edhe të jashtëmve edhe vetes tënde. Shejtani ndodhet aty për ta vështirësuar punën në të dyja drejtimet. Ai i mallkuar e shtyn robën vazhdimisht të sjellë ndërmend vështirësitë që duhet të kalojë gjatë përballjes me armiqtë e tij. Këto vështirësi janë nga më të ndryshmet, duke filluar në privimin nga dëshirat e tua, pra në luftën me veten tënde, ai domethënë ta bën të vështirë që ta nënshtrosh veten. E vështirë të bindesh Allahut, të kryesh detyrimet. Kjo do t'i bie domethënë që shpesh do përplasesh, shpesh do bëhesh armik dhe njerëzit do të marrin për armik. Nëse do lesh haramet, do ta privosh veten nga dëshirat, do cungohet dëshirat dhe kënaqësitë tua, dhe sa të shumta janë sot ato, sa shumë zbukurohen nga njerëzit. Në momentin që ti kërkon t'i afrosh Allahut, shejtani i mallkuar të vjen aty dhe të zbukuron të keqen, ta vështirëson të mirën. Dhe ti duhet përballesh se s'bën me këto dy ekstreme. Pra kjo është punë e shejtanit, thelbi i saj. Ky pra është shejtani, armiku i parë për të cilin Allahu i madhëruar thotë: Inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Shejtani është armik për ju, prandaj konsideroni si armik. Urdhri për ta konsideruar atë si armik i jep të kuptosh se duan shfrytzuar gjitha mundësitë në luftën kundër tij, vëllezërit e mi. Sepse ai është i palodhur. Nuk rresht kur asnjëherë, mos kujto se rresht ndonjëherë të lë rahat. Ti je i bindur që asnjëherë, madje deri në sa të kesh frym, madje në momentin e fundit vjen të largojë nga mbyllja e mirë. Ti je i bindur për këtë çështje.
Këta armiq që vëllezërit e mi janë sprovë për ne. Edhe kjo është çështje duhet ta rikujtojmë vazhdimisht. Njeriu është urdhëruar të luftojë shejtanin, epshet, ligësinë, armiqtë e jashtëm dhe të brendshëm të tij, dhe ai është sprovuar me këtë luftë. Këta armiq vazhdojnë të luftojnë atë, duke realizuar sprovën e kësaj dynjaje. Çfarë është sprova e kësaj dynjaje? Ja, pra lufta është. Ne jemi në sprovë, çdo thotë je në sprovë në jetën e dynjas, je në luftë. Dhe kjo do të realizohet se s'bën. Se dynjaja e tillë është luftë, nuk është vend qetësie. Megjithatë, Allahu i Madhëruar i ka mundsuar robit ndihmë, i ka dhënë forcë, i ka dhënë mundësi që ai të dalë fitimtar dhe faqebardh. I ka dhënë armë dhe mbështetje në luftën kundër këtyre armiqve. Edhe palës tjetër, mos harrojmë, pra edhe atyre u ka dhënë forcë edhe ka dhënë mundësi që të realizohet kjo sprovë në jetën e kësaj dynjaje. Përse bëhet testimi vëllezërit e mi kjo sprovë? Përse e bën Allahu xhaleshanu këtë? E bën për t'i nxjerrë në pah, të dalin dhe dallohen. Ata që i përkasin Allahu xhaleshanu, që duan Zotin subhanahu wa taala, që e madhërojnë atë nga ata të cilët nuk janë të tillë. Ata që duan veten e tyre, epshin, dëshirat, kënaqësinë dhe rahatinë e kësaj dynjaje. Allahu xhaleshanu do t'i dallojë këta. Siç thotë në shumë ajete dhe hadithe profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Ne ju bëm sprovë të njëri tjetrit. Subhanallahu, fjala e Zotit krijuesit ton. Allahu po na thot, i kemi bërë sprovë të njëri tjetrit. A do të jeni të durueshëm? Atasbirun wa kana rabbuka basira. Dhe Zoti yt është gjithë shikuesi. Shikon Allahu subhanahu wa taala. Jo se Allahu nuk di, nuk ka nevojë Allahu që të di të nxjerrë, se dija ai çdo gjë ndodh me dijen e Allahut subhanahu wa taala. Është shkruar me dijen e tij dhe është përcaktuar në kaderin e tij që do të ndodhë. I di Allahu xhaleshanu pa ndodhur, pa dalë në realitet se çfarë do të ndodhë. Allahu subhanahu wa taala ka lënë njerëzit të zgjedhin. Edhe i ka vënë në këtë meydan. Fjala e Allahut subhanahu wa taala, medito pak në fjalën e Zotit. Ky ajet na kujton një realitet shumë të madh vëllezërit e mi. Jeta nuk është rehati, por fush sprova dhe përgjegjësie. Njerëzit sprovohen me njëri tjetrin, dhe këtë do ta kemi gjithmonë. Mund të duket rutinë e përditshme, po ja vallahi. Ndodhin gjëra të cilat ta kujtojnë këtë fakt. I pasuri sprovohet me të varfrin, i varfri sprovohet me të pasurin, dietari me njerëzit, njerëzit me dietarin, udhëheqësi me ata që i kanë në përgjegjësi dhe populli me ata që kanë në kokë dhe në krye. Madje edhe besimtari sprovohet me armikun, me hipokritin, me epshin, me padrejtësi dhe me çdo situatë që e vendos mes bindjes ndaj Allahut dhe kundërshtimit të Allahut. Pra kjo është një marrëdhënie e përditshme, ne jemi në këtë marrëdhënie. T'ia kujtojmë vetes gjithmonë. Pra sprova nuk është thjesht dhimbja apo vështirësia, por vetë përmbushja e asaj që Allahu ka urdhëruar. Ti je në sprovuar. Para syve tanë do të jetë diçka gjithmonë. Ne jemi të urdhëruar të bindemi Allahut subhanahu wa taala në fjalët që themi, në veprat që bëjmë, në adhurimet me të cilat na ka ngarkuar Zoti, dhe të ruajmë kufit, mos i shkelim kufit e Allahut xhaleshanu. Gjithë aspektet, edhe në fjalë, edhe në vepra, edhe në qëndrime, edhe në mendime dhe besim. Jemi urdhëruar për këtë çështje. Pra, para syve kam nëse e themi fjalë, më ka urdhëruar Zoti ta bëj, do ta bëj. Sepse nëse nuk e bëj, marr gjunaf. Frenohem dhe nuk flas, e bëj këtë sepse kam frikë Allahun, sepse kaloj kufit. Pra duhet ta kemi parasysh dhe kjo nuk është kaq e thjeshtë. Kërkon dituri, kërkon urtësi, këshillim, dhe duhet njeriu vazhdimisht ta adhurojë Zotin dhe të kërkojë udhëzimin e drejtë, që të mos bëhet palë me zullumin dhe mos bëhet palë me të keqen. Pra jemi sprovë vëllezërit e mi. Deshëm kjo është sprova jon. A do ta kryejmë amanetin? A do të qëndrojmë me të vërtetën kur bëhet e vështirë për të përmbajtur? A do të zbatojmë urdhrat e Allahut subhanahu wa taala dhe kur bien ndesh me interesat, epshet apo edhe me presionin e njerëzve? Dhe njëkohësisht a do largojmë nga ndalesat që do të na bëjnë të shkelim kufit e Allahut subhanahu wa taala? Pra njeriu është i sprovuar në këtë jetë. Kjo është jeta jonë. Pra duhet njeriu të jetë gjithmonë në kujtimin e kësaj çështjeje. Në këtë kuptim, çdo marrëdhënie dhe situatë në jetën tonë është provim. Pasuria është provë, varfëria është provë. Pushteti është provë, edhe dobësia është provë. Lavdërimi kur tjerët lavdërojnë të ngrehen, edhe kjo është provë, sikurse e kundërta, kur të ofendojnë dhe të nënçmojnë ose të fyejnë, edhe kjo është provë. Dhe kërkon prej teje
qëndrim, kërkon se si duhet vepruar. Lutë Allahun subhanahu wa taala na udhëzojë në hajër. Dhe këto në fakt janë sezonale, janë të shkurta, se nuk është e gjithë jeta kështu. Elhamdulillah, ke sprova me këtë kategori, nesër ke sprova me veten tënde, ta nënshtrosh, ta adhurosh Allahun, përmallohesh për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, mos e lidhësh zemrën me dynjan. Të gjitha këto janë sprova që do t'i kalojmë vëllezërit e mi. Thjesht para syve tan, qëllimi bazik që kemi. Ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Qëndrojmë në kufive të tij, kërkojmë xhenetin dhe shpërblimin e tij. Dhe ruhemi nga zjarri i xhehenemit dhe ndëshkimi ose zjarri dhe ndëshkimi i varrit, dhe çdo ndëshkimi i Allahut xheleshan. Prandaj Allahu subhanahu wa taala çfarë tha në këtë jetë që po flasim? E tasbirun, a do jeni të durueshëm? Në kjo është pyetje që njeriu duhet t'ia bëjë vetes së tij. A do jemi durueshëm? Domethënë a do duroni mbi ndaj tij dhe të përmbaheni nga gjunafet? Do të qëndroni brenda kufive të ligjit të Allahut subhanahu wa taala, edhe kur sprova vjen e rënd, sepse durimi nuk është vetëm durosh fatkeqësinë, por edhe të qëndrosh i drejt kur edhe mund të devijosh. Dhe përfundimi i ajetit, "Wa kana rabbuka basira", dhe Zoti yt është gjithshikues i gjithçkaje pra. Basira do thotë që shikon në hollësi gjithçka. Ky është paralajmërim edhe ngushëllim. Paralajmërim për zullumqarin, gabimtarin, që të hapë sytë dhe të shikoj llogarit. Dhe ngushëllim për atë që i bëhet e padrejta, që elhamdulillah është një Zot që shikon, i cili vendos gjithçka në vendin e vet. Dhe kjo elhamdulillah i sjell besimtarit qetësi në shpirt, ndërsa jo besimtarit, ose hipokritit dhe atij që nuk kujdeset për kufit e Allahut, i jep mesazhin e duhur. Një ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa taala: "Walau sha'a Allahu lantasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Po të donte Allahu, do të dilte fitimtar mbi ata që bëjnë zullum. Dhe në fakt Allahu subhanahu wa taala, nëse dëshiron Zoti xheleshanu, mund të shkatronte çdo zullumqar të kësaj bote. Edhe në fakt shumë gjëra ndodhin në botë. Madje shumë njerëz e përdorin këtë si argument, po të kishte Zot, ku është Zoti që t'i jap ndëshkimin atyre që meritojnë. Po ai që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë në këtë botë një lloj hapësire dhe lirie veprimi. Dëgjoni këtë ajet dhe të meditojmë në të vëllezërit e mi. Për ta kuptuar që Allahu subhanahu wa taala ka pushtetin dhe fuqinë që të triumfojë mbi çdo zullumqar në këtë botë dhe të shkatrojë çdo kënd i cili kalon kufit. Por Allahu thot subhanahu wa taala: "Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Dëshiroj që t'ju sprovoj me njëri tjetrin. Edhe kjo është provë. Pra ndodh sepse Allahu kështu dëshiroi. Ky ajet na mëson që Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për askënd që të mbrojë fenë e tij apo të shkatrojë armiqtë e së vërtetës. Nuk ka nevojë Allahu xheleshanu. Allahu xheleshanu e bën këtë pas një lloj vështirësie dhe pas një lloj ndihme nga askush. Thjesht kërkon Allahu t'i lartësojë ata që përpiqen, t'i ngrejë ata që japin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ai vetëm me një urdhër mund të zhduk në një çast thot. Ashtu si i shkatroi popujt e mëparshëm, por urtësia e tij deshi që betejë mes vërtetës dhe të kotës të mbetet fush prove për njerëzit. Prandaj Allahu nuk i largon gjithmonë me një herë pengesat, padrejtësitë apo armiqtë e fesë, sepse ai dëshiron të nxjerrë në pak kush është i sinqert, kush duron, kush sakrifikon, kush qëndron besnik kur rruga bëhet e vështirë, e përpjet. Kjo është arsyeja pse besimtari sprovohet. A do mbetet i palëkundur përballë presionit? Do ta mbrojë vërtetën kur dëmtohet? A do sakrifikoj kohën, pasurinë, rahatin, interesat e kësaj dynjaje kur cënohen për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe ndihmës së fesë së tij? A do ta bëj këtë gjë? Apo do dorëzohet sa pas sprova të rëndohet? Apo kur sprova bëhet e gjatë, rutinë e mërzitshme, e lodhshme dhe nuk do të prish rehatin e tij, do të jetojë në rehati, në rehatlëk, pasi lloj shqetësimin marrëdhëniet me njerëzit, jo vallaj. Nëse vërtet e do Allahun subhanahu wa taala dhe profetin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi të gjesh rehat kur cënohet feja e tij. Kur cënohet rruga dhe e drejta, nuk do gjesh rehat. Edhe sikur të duash të jesh rehat ose të heqësh dorë, nuk do mundesh ta bësh. Do të jesh i shqetësuar gjatë gjithë kohës. Do të udhëzoj Allahu subhanahu wa taala në më të drejtën. Elus Allahu na bëj prej tyre. Në këtë kuptim vëllezërit e mi, sprova nuk është shenjë që Allahu i ka braktisur besimtarët, sepse mund të vonohet pra ndihma, se Allahu i ka lënë dhe e ka lënë mejdanin e luftës të hapur. Allahu subhanahu wa taala nuk do thotë që i ka braktisur besimtarët kur vonohet.
një ndihmë apo fitore, por shpesh është shenjë se ai dëshiron t'i pastroj, t'i edukoj dhe t'i dalloj nga të pavërtetet, nga ata që janë hipokritë dhe jo të çiltër. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kërkon për besimtarëve durim ndaj të keqes, përmbajtje nga padrejtësia dhe sakrificë në rrugën e tij, sepse ai vetë është plotësisht i fuqishëm t'i jap fitoren pa asnjë lloj mundimi apo lodhje. Dhe pikërisht këtu qëndron madhështia e provës. Allahu xhaleshano ta shuaj të kotën në një çast, por ai deshi që robrit të fitojnë grada të larta përmes përballjes me të keqen. Kaq për të pjesë parë të hutbes. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Edhe një ajet tjetër do qëndrojmë në këtë hutbe, i cili na tregon që suksesi dhe të qenë faqe bardhë në përballjet tona gjithmonë është e lidhur ngushtë me bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë zgjidhja nuk mund të jetë jashtë asaj që urdhëron Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Sado të bukura dhe të mira të duken zgjedhjet njerëzore dhe opsionet që japin njerëzit. Ajo që është e mira dhe është e kufizuar është vetëm ajo që thotë Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhaleshanu: "Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Sikur ne t'i urdhëronim ata të flionin veten apo të linin shtëpitë e tyre, shumë pak prej tyre do ta bënin këtë. Dhe kjo jep një mesazh Zotit xhaleshanu. Allahu xhaleshanu nuk ngarkon njeriu për te mundësive të tij. Sepse nuk mundet njeriu domethënë ta sakrifikojë jetën e tij kaq kollaj. Ka burra që e bëjnë atë sepse duan Allahun subhanahu wa taala përmes rrugëve që Zoti i ka përcaktuar, të drejta dhe të mira, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu xhaleshanu nuk do këtë prej nesh. Nuk do Allahu xhaleshanu sakrifikosh gjithçka, sepse njeriu është i prirur të kënaqet me jetën e tij, të kënaqet me ato që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dëgjoni çfarë do Zoti xhaleshanu. Në vijim të ajetit, në surën Nisa. "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima." Dëgjoni, një kërkesë të vetme dhe shpërblime që rendit Zoti pas saj. Edhe kjo është kaq e thjeshtë, kaq e gjerë, kaq e mirë. Thot, sikur ata të vepronin ashtu siç këshilloheshin, këtë kërkon Zoti. "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi." Sikur ata të vepronin atë që Zoti i këshillon, ma yu'adhuna bihi. Atëre dëgjoni shpërblimet që vijnë pas saj. Kjo do të ishte më e mira për ta. Dhe një përforcim më i madh në fenë e tyre. Atëherë ne do të jepim atyre shpërblim nga ana jon të madh dhe do t'i udhëzonim në rrugën e drejtë. Katër shpërblime vetëm për çfarë? Zbato atë që thot Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Merre vesh çfarë do Zoti, çfarë kërkon prej teje dhe elhamdulillah e ke marr vesh zgjidhjen. Madje do të vinë gjithë to më pas, dhe ajo është më e mira që ekziston, s'ka më të mirë se ajo. Në këtë ajet e vëllezërit e mi, na nxjerr një parim të madh Allahu subhanahu wa taala. Madhështia e besimtarit nuk matet me pretendime, por me bindje dhe nënshtrimin ndaj urdhërave të Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu xhaleshanu përmendi se sikur t'i ngarkonte njerëzit me ato ngarkesa të mëdha, pra që t'i jepnin jetën apo të sakrifikonin gjithçka, të dilnin dhe të iknin braktisin shtëpitë e tyre, të linin gjithçka për hir të Zotit, nuk do ta bënte njeriu ose të pakët do ishin ata që e bënin. Por Allahu xhaleshanu e ka lehtësuar këtë umet dhe i ka dhënë hapësirën se ku të veprojë dhe çfarë kërkohet prej tij. Atëherë, më pas tregoi se ajo që kërkohet për tyre është më lehtë se kaq. Dhe megjithatë njerëzit shpesh tregojnë neglizhent edhe ndaj urdhrave më të lehta, këshillave dhe kufive të porosive të Zotit xhaleshanu. Prandaj fjala Allahu subhanahu wa taala, sikur të vepronin ashtu siç këshilloheshin, është thelbësore. Nuk mjafton të dëgjosh të vërtetën, ta admirosh dhe ta pranosh me gjuhën tënde që kjo është e vërteta, dakord, e pranoj. Por vlera qëndron te zbatimi, bindja dhe përmbushja e asaj që Allahu urdhëron subhanahu wa taala. Pra duhet bërë ajo që urdhëron Allahu xhaleshanu.
Sepse shumë njerëz e njohin të mirën, por pak janë ata që sakrifikojnë për të dhe që ndrojnë në krahun e saj. Pastaj Allahu përmend frytet madhështore, do të ishte më mirë për ta, lakana khayran lahum. Do të jetë më mirë, sepse çdo urdhër i Allahut ka mirësi për dynjan dhe ahiretin, edhe nëse shpirti ndjen të vështirë. Wa ashadda tathbita, dhe një përforcim më i madh, sepse besimi forcohet me vepra dhe bindje. Pra këto janë sprova që i sjell Zoti në jetën e njeriu. Pa çdo sprovë, nëse qëndron faqe bardh, ashtu si duhet, forcohet imani, bëhesh gati për sprovën e radhës. Derisa të vi sprova më madhe që ka përjetuar njerëzimi, që është sprova e Dejxhalit. Pra çdo sprovë vjen është forcim për atë që vjen më pas. Dhe të jep Zoti nga dalë gradualisht, nga pak, qëndrosh me krahun e të mirës. Nuk të ngarkon më shumë, thjesht një fjalë e mirë, thjesht një qëndrim ashtu si duhet, kaq kërkon Allahu subhanahu wa taala. Sa më dobët robi të ndihet në lidhje me këto urdhëresa, aq më keq, dhe sa më i fortë me këto urdhëresa, aq më shumë fuqizohet imani në zemrën e tij. Se edhe një herë ky është besimi ynë, besimi shtohet me punë të mira, me besim dhe me bindje ndaj Allahut. Dhe do besohet me të kundërtat e tyre. Pastaj Allahu premton subhanahu wa taala dy dhurata madhështore, shpërblim të madh, ejran azima wa hadainahum siratan mustaqima. Do t'i udhëzojmë në rrugën e drejtë. Kjo tregon se udhëzimi, pra hidaje, nuk fitohet vetëm me dije. Ti mund të marrësh dije dhe je i qartë në shumë çështje, sepse ke marrë teorikisht dijen. Por mjafton kjo që ti jesh i udhëzuar? Jo. Por të punosh me atë dije dhe të mbash qëndrimin me të. Bindje dhe zbatim të asaj që njeriu e di. Sa herë që robi e përmbush urdhrin e Allahut dhe ruan kufijtë e tij, Allahu ja shton udhëzimin dhe dritën. Walladhina ihtadaw zadahum huda. Ata që e ndoqën udhëzimin e Allahut, u shtoi Allahu udhëzimin. Wa atahum taqwahum. Dhe u jep devotshmërinë ndaj tij. Pra devotshmëria është dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala, edhe dritë nga Zoti xheleshan. I jepet kujt? Atij që e ndjek udhëzimin, atij që punon me të. Prandaj besimtari vërtet nuk matet me çfarë di, por me çfarë zbaton dhe çfarë qëndrimi mban. U ka treguar gjithashtu se nëse ndodh që armiku të fitojë mbi ta, ai prap Allahu subhanahu wa taala gjithmonë është në krahun e besimtarëve dhe gjithmonë ndihmon ata. Pra edhe një herë, jemi në një udhëtim të vështirë, që njeriu duhet të mos e harrojë asnjëherë, të mos e normalizojë të keqen dhe gjunafin, të mos ambientohet me të, por të mbaj qëndrim ashtu si duhet, si kërkon Allahu subhanahu wa taala. Elus Allahun azza wa jall na forcojnë besimin ndaj tij, na forcojnë në rrugëtimin ton dhe në qëndrimet që duhet të mbajmë dhe se si e adhurojmë atë subhanahu azza wa jall. Së fundi vëllezërit e mi, çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.